teksa po konsumonte oktapod i ri u gëlltit grepat. Një 38 vjeçar në Greqi ka përfunduar në spital pasi duke ngrënë oktapod ka gëlltitur 3 grepa. Ai u nënshtrua një operacioni i cili zgjati më shumë se një orë. U bëra blu në fytyrë, nuk merrja dot frym, tha ai. Në momentin që shkoi në spital, mjekët s'po u besonin syve kur pan grafin dhe konstatuan 3 grepa në fyt, por pas pjekimit 38 vjeçari ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.